Vjella, diare kështu çdo 10 minuta, çdo 15 minuta ishte domethënë 72 orë ishte të merr. Pastaj gjërat vazhdonin kështu. Sigur që e ka marrë në kopër se ka një tentativë për të thënë që ky po është e sigurt nga jashtë, çfarë përgjigje jepni juve? Ndërkohë është e sigurt se jemi tërë në kopër. Shqyr që kisha fëmijën tjetër që një javë, se janë binjek, janë në njëjtin vend. Edhe shqyr lut Zotit që nuk ishte, që do hante edhe lijen, do bënte koktej sëmundjesh edhe këtë salmonellë. Edhe të paktën fëmia tjetër nuk u smur, po t'ishte ata arrin njëri me tjetrën dhe hanë në një sahan, dhe po. Po, është i konfirmuar me salmonellën. Unë njoftimin e mora nga edukatorja e kopshtit të Hanën, i cili fëmia ju shfaqet temperaturë, të Hanën në drekë e ka marrë. Edhe sot po bëjmë 8 ditë, i cili vazhdon me dhimbje barku, stomaku, diare. Temperatura i zgjati 3-4 ditë, kurse tani jo. Ka qenë autoritetet janë interesuar për analiza, për dezinfektime? Kështu që kjo kuptohet. Por këtu duhet kishte dalë gjithë Gramsha se nesër do jenë fëmijët e tyre. Ne nuk e kemi çështje politike këtë. Thjesht e kemi çështje qytetare. Nga policia, nga prokuroria, jeni marrë pyetje? Policia kishte marrë mesazhin nga Facebooku im apo i dikujt tjetër apo i media, nuk e di, se kështu prononcu policia, e kemi marrë nga lajmin nga rrjetet sociale. Kështu që në çdo rast dhe një diçka të vogël po të shkojmë në spitalin e Gramshit, vjen automatikisht policia. Paktën e guzhin atje se nëse dim, jemi prindër, nuk e dim çfarë kushte higjieno-sanitare ka pasur. Të paktën e guzhin duhet ishte rrethuar nga policia bashkë me ushqimet që u gjetën brenda. Duhet të ishin marrë provat. Dhe aty të fillon dhe hetimi. Tani provat janë marrë ditën e shtuna KU-ja, sepse atje ushqimi është 1 ditor, edhe hidhet, nuk jepet me ushqim, se s'ka frigorifer me sa di unë. Kushtet që janë atje s'ka frigorifer. Tani ti si mund të vish ta marrësh nga e premtja që janë infektuar fëmijët, vish të shtunën mas 8 ditëve dhe merr analiza, thot presin përgjigje. Po mirë që ndodhi kjo që pam da ka unë të vi vërdall paktën në program që se kishim parë. Realisht, por këtu ka i diçka, donin ta mbyllin, po fal mediave dhe fal ngritës zërit të disa prindërve që kanë shqetësim real, kjo ngjarje u bë mediatike. Tani duan ta mbulojnë.